tuaja, cilë kanë krijuar këtë pasojë që themi juridike, kanë ardhur, kanë kaluar në proces, i kemi maratuar dhe ne këtu dhe tashmë shkojmë për verifikimin përfundimtar për t'i kaluar seancës. Dhe në këtë moment ju vini dhe duke u shprehur që triqeni. Ndërkohë ka krijuar pasojën për cilën e po flas. Pretendimi juaj nëse kjo do t'y lihet opozitës apo jo. Unë besoj që ishte mënyra më e mirë që bëri grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe majorancës duke marrë një vendim për të mos mbështetur askënd. Dhe gjithë fusha, po themi, në këtë hapësirë ju la juve. Ju la fushë që ju të zgjidhnit dhe të votojnë kandidatura që ju mendoni që vlejnë. Por kjo tani jo ajo që ka po kërkoni ju janë qoftet e daja. Pa ju thoni shikoj, diç keni ju, triquni fare, do sjellim ne një, ku diun, këtë doni dhe do vinë, do asjellim aty dhe ky është dhe nuk ka diskutim. Kjo është një traditë parlamentare që avokati popullit i lihet opozitës. Nuk është një sankcion i cili ka një dispozitë të posaçme në kushtetutë apo në rregullore. Dhe ne besoj që ne kemi bërë këtë. Tashti Teti se ju keni pasur një shprehje të bukur tek partia juaj. Edhe duke kthyer pak me humor. Duke dhe banalizuar duke kërkuar ndjes. Me nderja dhe firma nuk vendosen në vend e pa vend se krijojnë problem. Faleminderit. Të lutem Më fal. Që është kjo diskutim më tani, që është kjo diskutim më burr, zoti Strazimiri edhe i herë në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të mbajtur, ju lutem, të mbaj qëndrimin që keni për të mbajtur si grup dhe pastaj edhe unë do të jap përgjigje për gjithë sa u diskutua dhe pastaj sipas rregullores kuvendit kalojmë në votim. Tashti nuk e di nëse kolegu ka formim juridik apo jo. Është e vërtetë që firmat sjellin pasojë juridike. Siç e sjell pasojën e parë, sjell e pasojën e dytë. Është e vjetër sa firma. Është latina. Novissima voluntas servatur. Firma më e fundit është vullneti. Meqense do me doktrinë juridike. Doktrina është kjo. E ke firmën, kam tërhequr, ky është vullneti im i fundit. Ti nuk mund të bësh sikur nuk ekziston. Pastaj, kush duhet skuqet e ku diun se çfarë për atë punë, ai është mohabet tjetër. Ket drejt shumë, kur thua që nuk është rregull. Avokati popullit opozitës ka qenë, nuk është rregull i shkruar. Është një zakon që ne e kemi respektuar ku kemi qenë pushtet. Ashtu. Si e kemi respektuar ne që ta dishti? Kur zgjedhur Igli Totozani, nuk është bërë në kuvend dëgjesa, është bërë tek Partia Socialiste. Vinin të tërë atje, live me kamera, kishte një komision deputetësh socialist që i shikonte dhe në fund fare nxorën një kandidaturë, thanë këtë duam ne, atë kemi votuar. Kjo është tradita e mirë e parlamentit, mendoj unë. Keni vendosur ta shkelni, po. Vendosni një tjetër, por nuk mund ta bësh ti këtë kur, duke thonë ky është i joti. Në momentin kur unë, kjo është pra çështja. Ti merr zgjidhje, nuk është problem. Nuk po të themi mos e zgjidhni. Shkelen edhe këtë traditë mirë, sigurisht që nuk është ligjore, por ti nuk mund të thuash e kam zgjedhur filanin, kishte edhe mbështetjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo grupit parlamentar të LSI-s, sepse kjo nuk është e vërtetë. Edhe nëse ti nuk e verifikon dot kur e ka marrë firmën ai, edhe sikur ti ishte kështu, e po të themi sot. Vullneti i fundit është ky që kemi sot, nuk e mbështesim me firmë, me vul, me shkresë, me argument. Kësaj ti nuk mund të ikësh. Ti mund të ikësh faktit po që nuk e di kur ja dhe dia dhe partija dhe mbrëm në darkë nuk ka rëndësi. Unë sot kam sjell letrën, kam thënë me firmën time, unë nuk e mbështes. Ta marrësh ta fusësh në seancë dhe thuash ky ka mbështetjen edhe të këtyre se tu është firma e këtij, ky është mashtrimi i opinionit publik, është mashtrimi i ligjit, është mashtrim dhe i seancës, nuk ka lidhje me zakonin e mirë të parlamentit. Vullneti i shprehur me vot i deputetëve të opozitës të organizuar në grupet e tyre parlamentare, emër për emër është nuk i mbështesim. Merrni zgjidhni një mbështetje një tuaj, s'ka problem, gjeni një Igli Totozan tjetër, nuk është problema apo punë, nuk po ju themi këtë.
Po të marrësh të zgjedhësh njëri që ne nuk e mbështesim dhe thuash po për zotin ju e mbështesni, kjo është mashtrim. Ashtu. Të thash edhe një herë, në qoftë se flet juridikisht vullneti i fundit është ai që kemi paraqitur me firmat tona. Nuk i mbështesim. Pastaj doni të nxjerrni një nga celula dhe Partia Socialiste merre bëheni. Nuk është problem. Vazhdoni fitoni zgjedhje dhe fitoni përkraje me këto raporte të zeza që ju sjell OSBE Odiri, ku thot nuk ka demokraci, nuk ka media, nuk ka gazetar, është narkoshtet. Vazhdoni bëheni, nuk është problem. Ju vazhdoni me fitore nga fitore në fitore. Çështja është këtu ku flasim me këtë punë dhe po flasim juridikisht, jo politikisht. Juridikisht nuk i ke firmat tona, nuk e kanë mbështetjen tonë, ti nuk mund të thuash që vullneti i përpam, kudo sido që të ketë qenë, është përpara kësaj. Nuk ka krijuar pasoja krijon kjo tani. Ta shpjegoj nga çdo pikpamje dhe zoti ndoj. Dhe më vjen keq nëse formimin e ke juridik. Është ta thash, është e vjetër, është latine që kur ka dalë firma, koncepti firmës. Vullneti i fundit është ai që merret parasysh. Edhe sikur të kishin vdekur në të gjithë. Do të stopi minutë kanë sjell këtë shkresën në fund fare. Jemi gjallë dhe po themi nuk e mbështesim. Dakor? Edhe sikur të mos ta kishim bërë me shkrim. Po të themi nuk i mbështesim, jemi këtu na. Dhe ti nuk mund ta bësh këtë që bën, nuk gjen dot argument as juridik, as njerëzor, as logjik, që thua po ju i mbështesni. Ne jemi këtu dhe prandaj ta thash dhe faktin tjetër, mund të mos kishte qenë fare vendim politik i grupeve parlamentare. Thjesht deputeti Gent Strazimiri sot këtu tash thoshte, shikoj di ç'është problemi, po e shkruaj 2 minuta, por unë nuk e mbështes filan kandidat. Sa firma ka? 28. Ka 27 sot, nuk e plotson kriterin. Dhe ti nuk më fut dot ti se bën dot këtë punë. Se bën dot, kaq e thjesht është. Jo më të jetë vendim politik i të gjithë opozitës parlamentare. Ta thash edhe një herë, nuk ka asnjë problem, merrni zgjedhjen, ju e keni marrë, siç keni marrë zgjedhjen, keni marrë parlamentin, zgjidhni këtë doni. Po mos e bëni në emër tonë dhe mos thoni që kemi mbështet ne. Vullneti ynë është ky. Nuk kemi propozuar kandidat, kemi mbështetur të vinë të dëgjohen këtu, propozimi është tjetër gjë. Dhe sikur ta merrje ti që nuk e di ti se kur është dhënë firma, nuk ka problem. Firma është dhënë sot, është dhënë ditën kur duhet, kemi thënë të rreqim çdo mbështetje, çdo firmë që është vendosur. Dhe ti ke detyrimin të marrësh këtë vullnet parasysh. Ti mund të vazhdosh procesin, të zgjedhësh atë që ke vendosur me firmat tuaja të deputetëve të PS-s, po të mos thuash që shiko, u bë bipartizan është zgjedh. Nuk është zgjedh bipartizan. Kjo është çështja. Merrni bëheni si keni bërë herë tjetër. Siç e keni bërë herë tjetër, po them edhe një herë. Merrni bëni se firmat tona, ato që llogarisi për firmat tona nuk ekzistojnë. Vullneti i fundit është ky që kemi pas ne. Edhe sikur të kishim vdekur, jemi gjallë tu dhe po ta themi. Nuk shkon. Dakor? Merrni zgjidhni një po, absolutisht votat i keni, aq legjitime sa i keni, me atë proces që i keni, merrni zgjidhni njërin, po mos thoni që kemi zgjedh bashkë me opozitën. Kjo është problem. Faleminderit zoti Strazimiri. Tani ti bëjmë konkluzionet përpara se ta hedhim në votim. Ta nisim me zakonin dhe traditën parlamentare. Është hera e parë që në Komisionin për Çështjet Ligjore bëhet një proces ligjor sipas ligjit për avokatin e popullit dhe rregulloren e kuvendit për përzgjedhjen e kandidaturave për avokat populli. Tani na e përmendni shpesh atë traditën që zoti Totozani kur na e lat ne u zgjodh nëpërmjet intervistave të Selia e PS-s, fundit në opozitë ishim ne atëherë, sa atje do i bënim intervistat se s'kishim të bëjmë. E dyta këtë u kthy me avokatën e popullit në detyrë që e votuam bipartizançe dhe pa qenë Shqipëri hiç. Nëse jam i gabuar, po mbaj mend që nuk ka qenë.